Meteorologja Lajda Porja paralajmëron një javë tepër të nxehtë e cila do të kulmojë ditën e mërkurë me temperaturat që do të arrijnë pikun me një vlerë mesatare deri në 30 gradë Celsius. Do të kemi një javë që do të jetë e paqëndrueshme, duke qenë se rreshjet do të jenë prezente. Megjithatë, do të jetë një javë ngrohtë ndryshe nga java e shkuar kur ne vazhdonim të mbanim xhupa, edhe pse ishim pothuajse në mesin e pranverës. Gjatë kësaj jave temperaturat do të ndryshojnë, madje kanë ndryshuar dhe janë rritur. Vlerat minimale kanë shkuar më lart dhe mëngjeset tani janë bërë akoma më të ngrohta. Tashmë mjaftohemi të dalim me një xhaketë të lehtë dhe jo më me xhupë, tha Porja. Porja theksoi se temperaturat do të jenë 5 gradë Celsius më shumë se normalja për këtë muaj, por megjithatë, ajo tha se moti do të jetë i paqëndrueshëm me lagështinë ajër dhe mundësi rreshjesh shumë të lehta shiu. Sot termometri tregon 5 deri në 6 gradë në zonat malore dhe pritet që maksimumi të arrijë në 25 gradë. Duke filluar nga nesër, do të kemi një rritje tjetër të temperaturave, ndërsa dita e mërkurë do të shënojë temperaturën maksimale prej 30 gradësh, që do të thotë 5 deri në 6 gradë Celsius më shumë se normalja për këtë muaj. Nga e hëna deri të premten, moti do të jetë i paqëndrueshëm me vranësira dhe kthjellime, por që në pjesën e dytë të ditës rrezikohet për rreshje. Në jug këto rreshje nuk do të kenë fuqi, pasi mund të jenë thjesht disa pika shiu. Nga këto rreshje nuk do të ketë probleme, pasi ato do të jenë me intensitet të ulët dhe do të sjellin lagështi të madhe në ajër, duke krijuar një atmosferë mbytëse e kombinuar me temperaturat e larta. Deti do të jetë i trazuar gjatë këtyre ditëve, të paktën deri në fundjavë, tha ajo. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.